Në moton bashkohuni dhe gjithë një zëri, studentët shqiptarë do të protestojnë sërish sot para urës të Gurit në Shkup për të kërkuar mbajtje në gjuhën shqipe të provimit të jurisprudencës. Protesta vjen pas një periudhe gjatë pakënaqësish për respektimin e të drejtave gjyqësore. 2 javë më parë, mira studentë dhe qytetarë shqiptarë protestuan në Shkup, çka nxiti kryeministrin Mickovski, që të deklaronte se qeveria po punonte për një zgjidhje dhe shumë shpejt do të kishte një propozim konkret. Pas ultimatumit që i dha Teheranit, se nëse nuk pranon marrëveshjen do të zhduket presidenti i SBA-ve Donald Trump, thirrri këshilltarët e tij më të lartë të sigurisë në klubin e golfit në Virginia për të diskutuar për luftën në Iran. Në takim morën pjesë zëvendëspresidenti J.D. Vance, sekretari i shtetit Rubio, drejtori i CIA-s John Ratcliffe dhe i dërguari special Steve Witkoff. Vjedhja përfaqëson kategorinë e dytë më të madhe të krimeve të regjistruara gjatë vitit kaluar në vend, me mbi 5400 procedime të regjistruara dhe mbi 1000 persona të dërguar në gjykatë. Sipas raportit të prokurorisë së përgjithshme, shumica e autorëve janë meshkuj, të papunë dhe niveli ulët arsimor. Sociologu Gzim Tushi thotë se shkaqet kryesore lidhen me papunësinë, varfërinë, përdorimin e drogës apo edhe lojrat e fatit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hitash, sheh përgjegjësi edhe të strukturave të drejtuara prej tij në disa nga rastet kur siguria në shkollat e vendit është synuar. Përmes një telegrami në drejtoritë vendore dhe komisariatet e policisë në vend, ai kërkon masat të menjëhershme për goditjen e shpërndarjes së drogës dhe mbajtjes së armëve të ftohta në shkolla dhe në perimetrin e sigurisë së tyre. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi miratimin së shpejti nga vendet anëtare të raportit vlerësimit për piketat e ndërmjetme i njohur si IBAR. Kreu i qeverisë përshëndeti dhe konsensusin PSD për rezolutën integrimit evropian, duke thënë se opozita u fut në varkën e Shqipërisë europiane dhe se pret bashkëpunime të tjera me të në vijim. Pas këtyre deklaratave reagoi Sali Berisha, i cili tha se Shqipëria nuk plotson asnjë kriter për integrimin, por opozita nuk e bllokon këtë proces. Ka nisur zyrtarisht aplikimet për të lidhur marrëveshjen e paqes fiskale. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve njofton se bizneset e mëdha do të kenë afat deri më 5 qershor për të aplikuar për marrëveshjen. Sqaron se procesi do të monitorohet për të parandaluar çdo tentativë për pastrimin e parave.